Atëherë faleminderit shumë për interesimin. Unë jam ftuar sot nga Drejtoria e Krimeve Ekonomike për t'i paraqitur dëshmitë e mia të cilat i kam mbledhur dhe të qytetarëve të cilat mi kanë dërguar në adresën time. Jam në proces të dëshmisë, pra po jap deklaratën time si dëshmitar, po i paraqes gjitha dhënat dhe duke besu në Policinë e Kosovës, në Prokurorinë e Kosovës, në Gjykatën e Kosovës, shpresoj që kjo të merr një zgjidhje të merituar. Unë edhe njëherë po ju kujtoj juve që të gjitha këto manipulime, i gjithë ky skandal i madh i cili ka filluar me njësor elektrik, po mundohet me u minimizu edhe nga ana e Kecit e fatkeqësisht edhe nga ana e qeverisë, në këtë rast nga Ministria e Industrisë, ku akoma po manipulojnë me qytetarë, po thojnë që këto devijime të cilat i kanë pranuar dhe i kanë tërheq disa njësor elektrik nga qytetarët, po e masin sakt sasin, po nuk po tregojnë ku është problemi. Pra problemi është që energjia elektrike, e cila është dashur me faturu me të lirën, sipas vendimit të zyrës rregullatorit për energji, është fakturu me tarifën e shtrejtë. Qytetarët kanë prit me orë të tana për me i vendos në funksion pajisjet e tyre, tu i mendu që po e shfrytëzojnë energjinë me të lirë, qysh edhe ju ka mundësu nga zyra rregullatorit të energjisë, po në fakt ka dalë e kundërta. Kjo është dëshmia kryesore dhe kjo është skandali kryesor në të cilin unë po punoj. Do ta bëj maksimumin tim për të gjetur një zgjidhje, sepse qëllimi kryesor këtu është që të kthehen të gjitha paratë të cilat ju kanë marrë qytetarëve të Kosovës padrejtësisht. Prandaj në prokurori po e jap këtë dëshmi, në polici po e jap këtë dëshmi dhe po kërkoj njëkohësisht që mos lejohen intervenimet as të Kecit as të Ministrisë me u heq provat nga qytetarët e Kosovës, sepse këto janë vepër penale. Unë uroj që ky proces të shkojë mirë dhe në fund qytetarët të kompenzohen për gjitha ato humbje të cilat i kanë pas nga ky skandal i madh. Do vazhdoni për tutje të intervistoheni? Po, unë po kthehem prap brenda për të vazhduar dëshminë time. Ftu vetëm një? Nuk kam informacione, mu më kanë ftuar në cilësinë e dëshmitarit, tani me që prokuria ka filluar dhe ka autorizuar policinë për me u marrë me këtë hetim. Është lajm i mirë, siç e thash, dhe po e bëj punën time atë sa mundem dhe sa më takon. Ta keni qartë një gjë, unë këtë javë së shpejti do të filloj me organizimin e një peticioni në gjithë Republikën e Kosovës për të kërkuar kthimin e parave të cilat ju kanë marrë qytetarëve padrejtësisht. Pra shumë shpejt në qendrat të qyteteve të ndryshme do të fillojmë me peticionin në këto qytete. Mu po më duket që ata nuk po mundohen me minimizu komplet këtë skandal. Dhe për faktin që nuk po shoh që ka në proces verbal të mirëfillt në ndrimin e njësorve, unë besoj që kjo i ndihmon fshehjes së provave të cilat paraqesin vepër penale. Pra nuk duhet me u prek asnjë njësor pa Policinë e Kosovës në këtë rast, me që janë duke hetu rastin. Pra jo as nga Keci, as nga Ministria e Industrisë, sepse që të dy kanë bërë veprime të njëjta. Shifne, ky është një proces të cilin unë nuk jem nalë në asnjë moment. Pra dëshmitë e mia unë po vazhdoj me i pru aty ku duhet. Jam ftuar nga prokuroria sot për me ardhur në polici dhe me dëshmu. Këto po e bëj dhe unë tjerat pastaj do t'jenë aktivitetet që do t'i bëjmë bashkarisht edhe me qytetarët, sepse ju thash dhe më herët, qëllimi kryesor është të bëhet hetim i pavarur, të tregohet sa i madh pas ka qenë ky skandal dhe ky manipulim, dhe në fund të kompenzohet secili qytetar për mjetet, për paratë të cilat i ka pagu padrejtësisht. Dhe unë nuk do të ndalem as tash, as në të ardhmen, derisa t'i dalim në kry kësaj pune. Prandaj sot jam këtu, nesër kam qenë me qytetarët në qendra të ndryshme për të nënshkruar peticione dhe për kërkuar llogaridhënie dhe zgjidhje të këtij skandali super serioz. Hetimet kanë filluar, që jam këtu, hetimet kanë filluar.